Të zotnia ju po folni as për vetni ata traqokit i kanë po hiç asnjë. Po e pëngjon në të tetën e kumpoa, flokti ka pas tek Sirani ka pas. As në komunë son i traqokit, asnjë son në komunë. Gjithmonë do të jemi të angazhuar për të sjellur kriminalët para gjyqit. Në këtë 27 vjetor të masakrës Reçakut, edhe njëherë përkujtojmë të gjitha viktimat e kësaj masakre të lahtarshme, e cila sërish dëshmoi qëllimin shfarosës që regjimi gjenocidal i atëhershëm i Serbisë kishte ndaj popullit të Kosovës. Reçaku dhe plagët e Reçakut akoma flasin, sepse dhimbja është po aq e freskët sa ishte para 27 vitesh. Dhimbja është e freskët për familjet, por është në fakt po aq e freskët për gjithë popullin e Kosovës, sepse akoma nuk ka pasur drejtësi për krimet që janë kryer këtu, por edhe në pjesë tjera të Republikës së Kosovës. Edhe pas 27 vitesh, Serbia vazhdon me po të njëjtat politika dhe me po të njëjtën mendësi, sepse mohimi i krimit, siç po bëjnë ata me mohimin e krimit të Reçakut, është krim i dyfisht. Rrjedhimisht ne do të vazhdojmë të mbrojmë të vërtetën, jo vetëm këtu në Kosovë, por çdo kund në botë, sepse ashtu siç dëshmoi edhe ambasadori William Walker në ditën e krimit, ajo çfarë ka ndodhur këtu ishte krim kundër njerëzimit, ishte krim kundër të pafajshmëve dhe ishte dëshmi e gjallë se qëllimi i regjimit serb ishte ta zhduk popullin shqiptar në Kosovë nga faqja e dheut. Pjesë institucione nuk do të ndalemi së kërkuari drejtësi, për shkak se besojmë thellë se pa drejtësi për viktimat e Reçakut dhe viktimat gjithandej nëpër Kosovë do të ketë jashtëzakonisht të vështirë të ketë edhe poqe, por edhe siguri në rajon. Të zotnia ju po folni as për vetni ata traqokit i kanë po hiç asnjë. Unë që tu pëngjoh, tu e pëngjon në të tetën e kumpoa, flokti ka pas tek Sirani ka pas. Ju se një veç po folni këtu, si kini po shajnë kunën në ata, hiç veç po folën. Ku Raçoki sot të kërkun hiç Raçoki? Po, asë në komunë son i Raçoki, asë në komunë. Që për projekti në përtojnë që për para pjenë gjë. Para 27 vjetëve, këtu nga Reçaku, në përmjet ambasadorit William Walker, jehoj e vërteta për krimet e luftës, krimet kundër njerëzimit dhe krimin e gjenocidit të Serbisë si shtet ndaj popullit shqiptar në Kosovë. Pas masakrës Reçakut, u ndërgjegjësuan, vetëdijsuan dhe mobilizuan edhe opinioni publik ndërkombëtar, edhe kancelarit diplomatike perëndimore. Jemi këtu bashkë si krerë të institucioneve, edhe me kryetarën e komunës, edhe me kolegë nga qeveria e parlamenti, por edhe me zyrtarë të tjerë të shtetit, që të shprehim dhembjen tonë për këtë plagë të hapur, së cilës ende i mungon drejtësia, por njëkohësisht edhe për kushtimin tonë që gjithmonë do të jemi të angazhuar për të sjellur kriminalët para gjyqit dhe për t'i ndëshkuar ata për mizorit e para 27 vjetëve. Lavdi 45 martirëve të Reçakut dhe 11 dëshmorëve të kombit të udhëhequr nga komandanti Ahmet Kaçiko.